aplikuesi i ka bashkangjitur të gjitha dëshmit që kërkohen për marrjen e licencës për furnizim me energji elektrike, cilat dosje dhe materiale i gjeni në dosje të bordit, të cilat janë analizuar dhe vlerësuar nga stafi përkatës. Gjithashtu, lënë të theksohet se është bërë edhe pagesa në shumë prej 2000 euro, sipas rregullës për taksat, t'i lëshohet licenca për furnizim me energji elektrike për periudhën 5 vjeçare. Për shkak ndoshta përveç tjerash edhe për shkak liberalizimit të tregut kemi një numër të madh pothuajse të kërkesave edhe për licencim për furnizim, për të njëjtën kohë edhe për tregtim me shumicë. Aq më tepër tash edhe kemi një lajm i mirë që tash edhe kemi kërkesa, siç është kjo e sotme që kemi kërkesa për ndërtim të gjeneratorëve ku si synim kanë tregun pa ndonjë mbështetje nga institucionet e Kosovës, po ata energji me shit në tregun e Kosovës. Pra është një farë shtytësi që sjellin edhe investimet në sektorin e energjisë ose kapacitete të reja, meqense ata shohin interes në rast se kanë këtë rast edhe kërkesë, siç është tash këto ditë të sotme që kemi një numër konsumatorëve që janë treg, ata e shohin si potencial që këtë energji me ia drejtu këtyre konsumatorëve.